Muaji Ramazan shënon shumë data të rëndësishme historike për Islamin dhe për muslimanët. Shumë data dhe shumë kthesa kanë ndodhur në këtë muaj, por e veçanta e këtij muaji janë mesazhet të cilat thirrin për unitet, mesazhet të cilat thirrin për mirësi dhe njëjtë sikur ky iftar dash Zoti që ne dalim para Zotit xhaleshanu të bashkuar dhe të vllaznuar në këtë formë. Marrja pjesë në iftare gjithherë ka domethënien e vet. Mirë po kur të marrësh pjesë në kësi iftari sikur ky sante, është një rëndësi të veçantë. Nga se këtu, sikur pak dasht e pa dasht, i kthehemi të kaluarës, kur neve këtu shohim profesorin tonë të nderuar, e më pastaj shohim edhe nxënësit tonë, studentët tanë, dhe kjo vetveti na jep një siguri. Na jep një siguri tepër të madhe për një ardhmë sa më të mirë të gjithë neve të cilët jetojmë në këtë nëntëqiell, kaq bukur që ka krijuar i Madhi Zot në Kosovën tonë të dashur.